Drejtuesja ekzekutive e Spitalit Universitar Rural University Teaching Hospital Trust, Janelle Holmes, deklaroi se qytetarët nuk duhet të shqetësohen nga periudha e izolimit që do të zhvillohet në Spitalin Aero Park pranë Liverpoolit pas shpërthimit të hantavirusit në një anije turistike. Ajo theksoi se bëhet fjalë për një virus të njohur dhe të menaxhueshëm, shumë ndryshe nga COVID-19, ndërsa rreziku i transmetimit mbetet shumë i ulët. Sipas saj, përhapja kërkon kontakt shumë të afërt mes personave. Spitali Aero Park do të pres 22 shtetas britanik, të cilët do të qëndrojnë në izolim si mas paraprake. Holmes tha se asnjë prej tyre nuk shfaq simptoma të virusit dhe se disa mund të lejohen të vetë izolohen në shtëpi pas kontrolleve fillestare. Ajo shtoi se personat e izoluar do të qëndrojnë në ambiente të veçanta me mbikëqyrje të vazhdueshme nga ekipet mjekësore specialistike, të cilat do të kryejnë kontrolle shëndetësore dhe vlerësime të vazhdueshme gjatë ditëve në vijim. Ndërkohë, Agjencia Britanike e Sigurisë Shëndetësore ka rekomenduar që të gjithë pasagjerët dhe anëtarët e ekuipazhit të anijes të izolohen për 45 ditë pas kthimit në vendet e tyre.